Drejtoria e Rrugëve Rurale në kuadër të angazhimit të saj të vazhdueshme për përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve ndaj komunitetit në territorin e Bashkisë Kukës ka ndërmarrë dhe përfunduar punimet për riparimin e rrugës në fshatin Vil në njësinë alternative Bushtrisë. Sipas një njoftimi zyrtar të Bashkisë Kukës, bëhet e ditur se ndërhyrja ka përfshirë sistemimin e segmentit rrugor, nivelimin e terrenit dhe shtrimin me qakull me qëllim përmirësimin e kushteve të qarkullimit dhe garantimin e një aksesi më të sigurt për banorët e zonës. Këto punime synojnë të lehtësojnë lëvizjen e përditshme të banorëve, si dhe të përmirësojnë lidhjen e fshatit me zonat përreth. Investimi vjen si përgjigje ndaj nevojave të komunitetit lokal dhe është pjesë e planit të punës për mirëmbajtjen e rrugëve rurale, veçanërisht në zonat që hasin vështirësi në qarkullim gjatë stineve me rreshje, shiu dhe dëbore. Ndërkohë, Drejtoria e Rrugëve Rurale do të vijojë ndërhyrjet edhe në segmente të tjera me synim rritjen e standardeve të infrastrukturës dhe përmirësimin e jetës së banorëve në zonat rurale. Nga ana tjetër, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka vijuar çdo ditë punën për pastrimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike në të gjithë territorin e qytetit të Kukësit. Ekipet në terren janë të angazhuar në mënyrë të vazhdueshme për pastrimin e rrugëve, trotuarëve, shesheve dhe ambienteve të përbashkëta, duke garantuar një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm për të gjithë.